Një përshëndetje për të gjithë ndjekësit e Premium Channel në YouTube. Ne jemi së bashku tani për të shkuar drejt për së drejti në Times Square të New Yorkut. Në fakt do të jemi në një lidhje të drejt për drejt me një djalë që ka marrë përsipër të shfaq në billboardet më të njohura të Times Square apo njohur ndryshe si zemra e New Yorkut, urimet, fushatat e marketingut e çdo lloj tjetër të çdo njeriu, jo vetëm shqiptar, por edhe tuaj që zgjedhin përmes Concept by JC, që është edhe ajo çfarë ka krijuar Jürgen Çobo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë është e gjitha kjo? Dhe duke qenë se jemi në muaj nëntor, festat e nëntorit janë shumë afër. Gjithashtu festat e fundvitit një arsye më tepër për të surprizuar të dashurit, familjarët apo partnerin apo partneren, e jo vetëm, por ndoshta edhe për të rritur gjithë atë çfarë keni ndërtuar ndoshta me djers, mund të zgjidhni për ta shfaqur në zemrën e New Yorkut. Si ndodhe gjitha kjo, sa kushton dhe si është interesi nga viti në vit. Të gjitha këto do të kemi mundësi t'i flasim dhe t'i diskutojmë me themeluesin e Concept by JC, Jürgen Çobo. Jürgen, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Mirë, faleminderit, uroj të jeni mirë edhe ju. Si ka qenë kjo periudhë në New York? Pak periudhë me kohë të ftohtë. Ashtu ë? Acar, jemi duke ngrirë. Është e vetmja gjë për cilën na vjen keq për ju emigrantët në një farë mënyrë, sepse në 2 nëntor, 3 nëntor ne jemi me mëngë të shkurtra në Tiranë. Jürgen, mund të na thuash shkurt se si nisi e gjithë kjo për të si lindje gjithë kjo ide për Concept by JC dhe çfarë ofron konkretisht për gjithë ata që duan të shfaqin urime apo edhe fushata të ndryshme në Times Square? Atëherë, unë kam nisur diku para 4-5 vitesh. Kam parë në rrjetet sociale dikë që e bënte këtë punë, por që nuk e bën më tani sepse ne e kemi hequr nga tregu. Kam nisur me një ekran që kushtonte vetëm $40 atëherë në atë kohë, edhe që edhe ai ekrani nuk është më tashmë, nuk kushton më $40, por kushton shumë më shumë. E nisa këtë gjë me vetëm një arsye, doja që të ndihmoja njerëzit normal që të vendosin bizneset e tyre apo fotot e tyre në këto ekrane ikonike, sepse shumica e njerëzve mendojnë që këto ekrane janë vetëm për njerëzit e famshëm, e kupton? Po, dhe në fakt është një perceptim që vazhdon të besohet në një farë mënyre nga një masë e gjerë. Po, vazhdon të besohet, por mendimin e Zotit edhe me punë do t'ja japi mundësinë gjithë njerëzve të dalin në këto ekrane. Tani, Jürgen, a mund na thuash se si bëhet hap pas hapi, si bëhet rezervimi, a duhet ndonjë dokumentacion për ata klientët individual që dëshirojnë të shfaqin një urim në billboardet e Times Square, si funksionon? Atëherë, ne jemi munduar që t'ja bëjmë njerëzve sa më të thjesht prenotimin e këtyre billboardeve, se kjo ka qenë nga arsyet pse kemi krijuar këtë platformë. Edhe do vazhdojmë akoma dhe ta bëjmë më të thjesht. Hapat janë vendosja e ekranit dhe lokacionit ku njerëzit duan që ta shfaqin reklamën apo videon e tyre personale. Më pas është vendosja e datës, përcaktimi I datës, për shembull nëse është një reklam që do shfaqet vetëm një ditë, duhet na tregojnë datën e saktë. Ose nëse është një reklam që do të shfaqet një javë, 10 ditë, një muaj apo një vit, duhet të na japin datën e saktë të përfundimit dhe të nisjes dhe të përfundimit të reklamës. Tjetër çfarë duhet për videot personale, nuk mund të fusim njerëz të famshëm në video personale. Njerëzit e famshëm, për surpriza për njerëzit të famshëm futen gjithmonë si biznese. Kemi 2 paketa që janë të dyja janë të ndryshme në mënyrën se si mund t'i rezervosh. Paketa personale është më thjesht normale, thjesht na nisni videon ose foton tuaj 15, 30, 45 apo 60 sekonda.
na nisni mandatin e pagesës, se për momentin nuk kemi pagesa online, po që po I rregullojmë. Edhe datën dhe kaq. Okej, po a duhet shumë kohë në advance për ta rezervuar një, le të themi një ekran, sa kohë në dispozicion duhet për të mbyllur gjithë rezervimin? Atëherë kjo është një pyetje shumë e bukur, sepse njerëzit do ta kenë si informacion. Neve mundsojmë daljen e ekran brenda 24 orësh, por kjo është me një rash fee. Kjo rash fee është që të përshpejtohen hapat e daljes së videos tënde në ekran, të fokusohen më shumë njerëz në kontentin tënd për ta kontrolluar a është ideal për të dalë në këto vende ikonike. Por që ne ju sugjerojmë që mos ta paguani këtë rash fee, është na kontaktojnë 3 deri në 4 ditë përpara datës se njerëzit duhet ta shfaqin reklamën ose videon personal. Brenda 24 orëve a mund të bëhet një urim special për shembull në një prej atyre ekraneve aty? Po, mund të bëhet brenda 24 orëve, siç e thash, por duhet të paguani një rash fee ekstra. Tani si janë shpeshtësia se sa mund të transmetohet në ato ekrane e një fushate të një brendi ndoshta apo edhe të një urimi? Si variojnë çmimet në varësi të sekondave që zgjat urimi dhe sa herë në ditë mund të transmetohen këto? Atëherë, çdo ekran ka specifika të ndryshme, ka specifika dhe polisi të kompanisë që e ka ndërtuar këtë ekran. Për shembull, ky që po shikoni tani në Zdashi, është një nga ekranet më ikonike të Times Square-it, edhe për ky e ka çmimin per play, që do të thotë për çdo video që do t'i jepet në ekran, për atë video ti charge, ti do të thënë paguan. Paguan, po. Atëherë çdo ekran ka një minimum përsëritjesh, normalisht. Nasdaq ka për 400 përsëritje minimumin, që do të thotë shumëzim herë x çmim që ka për play, edhe aty del totali. Këto tani shumica e ekraneve të lejojnë ty që të vendosësh oraret që ti do ta nxjerrësh reklamën. Për shembull, nëse ti do ta nxjerrësh në datën 3 nëntor në orën 12 deri në orën 1 të drekës, mund ta zgjedhësh. Këtë ta jep mundësi ekrani. Atëherë për 1 orë shumica e ekraneve kanë mundësi 10 përsëritje në orë. Disa të tjerë mund ta kenë 12, disa të tjerë mund ta kenë 24 në orë, edhe disa të tjerë mund edhe ta rregullojmë, ta bëjmë customize, ta rregullojmë, ta bëjmë sa shfaqje të doni ju në orë, por që minimale zakonisht variojnë nga 8 deri në 10. Tani, që ta bëjmë pak më të prekshme për të gjithë ata që janë duke na ndjekur. Sa kushton një urim special që prindrit mund të bëjnë për vajzën e tyre që jeton në New York, edhe mikeshat e saj ta nxjerrin në Times Square edhe ajo të surprizohet nga ky urim? Po, atëherë një urim standard kushton $250 vetëm për të shfaqur në ekran. Por ne si koncept by JC ju ofrojmë njerëzve edhe një paket, po e quajmë, që është shfaqja e videos në ekran edhe një video personale nga ana jon, për një kosto ekstra $50, por kjo është opsionale. Domethënë për një urim standard është $250 për të dalë në ekran, ku njerëzit mund të shkojnë ta shohin vetë. Ne ju japim adresën e saktë e ekranit, edhe nëse ata duan të bëjnë një bashkëpunim me neve, një intervistë për rrjetet tona sociale, atëherë ne ofrojmë 10% ulje. Okej. Tani na thuaj pak si kanë qenë kërkesat deri tani, kush ka kërkuar më shumë të uroj kë nëpërmjet Times Square-it përgjatë gjithë kësaj periudhe? Atëherë ne, nga që na shkruajnë shumë njerëz, me thënë të drejtën, edhe kemi kërkesa nga më të çuditshme për urime, për çdo gjë.
por që shumica që më kanë shkruar janë më shumë janë femrat që duan të urojnë burrat e tyre ose të dashurit e tyre. Okej, këtë e kuptojmë sepse meshkujt nuk arrin të shkojnë deri aty sa të bëjnë surpriza kaq të menduara. Meshkujt janë ata që pyesin, marrin informacion, po pastaj ngecin aty. Okej. Ja, shkon që vajzat i shkojnë deri në fund diçkaje. Tani, a ka ndonjë rregull se çfarë formati apo çfarë rezolucioni duhet të ketë fotoja apo videoja që duhet të nisin ata që dëshirojnë të nxjerrin aty diçka? Po, për urime personale ne kemi vetëm 2 ekrane në Times Square, me thënë të drejtën, që i sugjerojmë, sepse të tjerët janë më të shtrenjta edhe nuk mund të paguash $10,000 apo $20,000 për të uruar dikë, mendoj unë. Kështu që për urime personale kemi vetëm 2 ekrane dhe këto ekranet e kanë duhet video në format YouTube-i. Okej. 16:9 vertikal mos gaboj. Edhe duhet, nëse do ta zgjedhim ofertën 15 sekonda, video duhet eksakt 15 sekonda, as më gjatë, as më shkurtër. Nëse do zgjidhet 30 sekonda, duhet 30 sekonda, as më gjatë, as më shkurtër, dhe kështu me radhë. Okej. Tani për kuriozitet, se kur bëhet fjalë për buxhetet, interesi është jashtëzakonisht i madh. A mund ta thuash se sa shpenzon një brand i madh për një muaj në ekranin më të madh të Times Square? Nëse ke një informacion të tillë gjithmonë. Po, e kam një informacion të tillë për Coca-Colën edhe Samsungun, që janë 2 nga brandet më të mëdha të Times Square-it. Kanë reklamat e tyre të përjetshme në Times Square që nuk ka asnjë lloj brandi tjetër mundësi t'ja heqi, të paguaj sa të dojë. Edhe ata besoj se paguajnë diku tek vetëm për atë ekran paguajnë diku tek $150,000-200,000 në muaj. Okej. Tani, si matet suksesi një billboardi në Times Square për një individ apo për një brand? A ka raporte të cilat bëhen publike? Po, ka raporte, por që shumica përfitimi nga reklamat në Times Square është nga shikuesit e tretë. Nuk është nga shikuesit që është edhe nga shikuesit që kalojnë në Times Square, normalisht se janë mbi 400,000 veta që shkojnë në Times Square çdo ditë, dhe këta 400,000 veta nuk janë asnjëherë të njëjtit. Këta gjithmonë dita ditës ndryshojnë, janë 400,000 veta të tjerë, 400,000 veta të tjerë, dhe normalisht që ti do kesh reach nëse bën një reklam në Times Square. Po çfarë ne mendojmë si koncept by JC është që përfitimet i kemi nga shikuesit e tretë. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që nëse unë si Jurgen shkoj në Times Square edhe atje bëj një foto edhe e postoj në rrjetet e mia sociale ku kam 2,000, 5,000 apo 1,000 ndjekës, nuk ka problem se sa, atëherë shikuesi që shikon foton time shikon edhe reklamën në billboard gjithashtu. Okej. Edhe kjo është që të kapësh shikuesin e tretë. Por nuk do të thotë që shikuesit e Times Square nuk mund të kthehen në klienta apo nuk mund të kthehen dashamirës të brandit. Okej. Tani, a ka një rritje të interesit, sidomos në këtë periudhë të vitit, për urimet nga njerëz të thjeshtë apo brende? Tani për brandet, kuptohet, sepse kjo është një periudhë e artë, le të themi, për të bërë marketing. Po për njerëzit e thjeshtë, a ka ndryshuar audienca apo pritshmëritë vitet e fundit, si e keni parë? Ne si koncept IJC sa kemi ardhur dhe gjithmonë jemi rritur edhe më shumë si brand, edhe njerëzit kanë filluar ta na njohin akoma më shumë, dhe normalisht që edhe kërkesa rritet vit pas viti, por për periudhën nëntor-dhjetor ç'a dua të prek është që ka shumë kërkesa për dhjetorin, por që nuk besoj se do të kemi mundësi që t'ja u ofrojmë shumë njerëzve dhjetorin për shkak të pagesave
sepse për shkak të çmimeve, sepse çmimet ndryshojnë me më shumë njerëz në Times Square, më i lartë është çmimi. Po, patjetër. Tani çfarë funksionon më mirë për të bërë një urim shumë viral, sepse kjo është pa diskutim ajo çfarë duan ndoshta një pjesë e mirë atyre që zgjedhin që të bëjnë urime në Times Square dhe që paguajnë për më tepër. Cili është ai sekreti për ta bërë sa më virale? Atëherë sekreti për ta bërë sa më virale. Tani sekreti nuk besoj se ka askush për të bërë një video virale, por që çfarë sugjerojmë neve është që njerëzit që janë këtij në New York për shembull edhe kush ja bën surprizën nga Shqipëria apo nga një vend tjetër i botës, është që të bashkëpunojnë me neve për një intervistë edhe pas shfaqjes së videos në ekran të bashkëpunojmë për një intervistë ku ta pyesim se si u ndje dhe disa pyetje të tjera shumë të thjeshta, bazike. Edhe kështu mund ta çojmë virale, besoj. Okej, ne duhet ju përgëzojmë sepse pa diskutim që besoj keni pasur edhe feedbackun nga shumë klientë që keni pasur deri tani. Madje më ka bërë përshtypje diçka që ju keni realizuar dhe tek rrjeti juaj social në Instagram ku i pyesni se sa mund të kushtojë njerëz të thjeshtë kalimtar, se sa mund të kushtojë një urim në ekranet e Times Square. Shumë kishin perceptimin se shkonte nga $20,000 e më lart, por që duhet të gjesh lidhjet e duhura për të bërë diçka të bukur, apo jo? Po, normalisht. Po, kemi dalë në Times Square që të pyesnim se sa mendojnë. Disa njerëz mendonin edhe 10 milion euro, edhe 1 milion, edhe 500.000. Shumë pak ishin ata që mendonin 20 me këmbë në tokë, okay. A ka ndonjë do të doja të di, a ka ndonjë kufizim ligjor apo komercial që duhet të di një klient përpara se të vendos? Ka disa kufizime, me thënë të drejtën. Për disa ekrane ka kufizime të tjera, disa ekrane ka kufizime të tjera. Variojnë nga kompania që i ka krijuar. Për shembull, disa ekrane nuk pranojnë kripto, disa ekrane pranojnë kripto. Disa ekrane të tjera nuk pranojnë që ti të nxjerrësh alkool në to, disa ekrane pranojnë që të nxjerrësh alkool në to. Por ku duhet të përqendrohem më shumë është që videot personale, për videot personale nuk lejohet as alkool, as kripto, as QR kod për ndonjë biznes. Edhe backgroundi duhet të jetë shumë i fotove ose i video duhet të jetë i pastër pa asnjë lloj brendi në to. Ndryshe ka kufizime, po. Ndryshe do duhet që të paguash më shumë ta bësh reklam biznesi. Sa kohë keni që jeni në treg me Concept by JC Jurgen dhe dua të di sa është përqafuar kjo nisme juaja? Si ka qenë feedbacku edhe a janë rritur kërkesat nga muaj në muaj, nga dita në ditë? Atëherë me Concept by JC ne kemi afërsisht 2 vite që kemi filluar si brand. Edhe thjesht duhet të them që Concept by JC nuk është një brand që merret vetëm me ekrane digjitale. Ne jemi një korporat që merremi me marketingun, nga A-ja te Z-ja, merremi me real estate, business broker, lajme në Amerikë dhe çdo gjë. Merremi, është po ta them një brand që i përfshin të gjitha këto brenda. Por që kërkesat sa kanë ardhur dhe janë rritur më shumë normalisht, se edhe një person apo një brand kur fillon është pak e vështirë, por sa më shumë ta bësh diçka, aq më shumë përmirësohesh dhe aq më mirë ti ja tregon klientit se çfarë je duke shitur apo se çfarë ti je duke i dhënë atij apo çfarë kënaqësie ti je duke i dhënë këtij klienti. Dhe normalisht që fillon rritet besimi, rritet kërkesa. A keni pasur bashkëpunime edhe jo vetëm me shqiptar, pa diskutim, edhe me thuaj, dhe a mund ta thuash se cili ka qenë ndoshta ndonjë i famshëm me cilin keni bashkëpunuar?
Po kemi bashkëpunuar me disa content creators të TikTokut këtu në Amerikë, edhe presim që të kemi akoma edhe më shumë bashkëpunime me content creators më të mëdhenj se sa këta që kemi bashkëpunuar, por kemi bashkëpunuar edhe me të famshëm nga Shqipëria gjithashtu. Po me disa emra me të famshëm nga Shqipëria, mund them Aurela Gaçe për filmin, Oriola Marashi, edhe disa të tjerë që nuk dua t'ja përmend emrin. Okej. Shumë mirë. Ne ju urojmë shumë suksese. Ke diçka për të për gjithë ata që janë duke na ndjekur tani, e me që jemi në këto muajt e ëmbël të vitit, le të themi, këto 2 muajt e fundit janë të mbushur me festa për ne shqiptarët. Po, vetëm gjë që dua të them shqiptarëve është që po mundohem t'ja u bëj sa më të thjesht që ju të reklamoni bizneset tuaja aty ku reklamohen gjigantët botror. Okej. Mirë, Jurgen. Ishte puni dhe gëzuar festat, se ndoshta nuk do më shihni për 28-29. Po besoj do kemi mundësi në një rast tjetër kur të bëni ndonjë boom në Times Square. Ju urojmë shumë suksese. Edhe ju them gjithëve që ta ndjekin në rrjetet sociale sepse do kemi shumë surpriza këtë muaj. Faleminderit Jurgen, ju uroj shumë suksese dhe do të kemi mundësi të shihemi dhe të dëgjojmë, pse jo, mund të shihemi dhe në Times Square me ndonjë urim special për festat e fundvitit. Sigurisht. Faleminderit ju për mundësinë edhe shifemi. Mirë, ishim me Jurgen Çobo nga New Yorku në Times Square, aty ku në fakt kanë krijuar një lidhje interesante mes shqiptarëve dhe atyre që jetojnë atje, sidomos atyre që kanë vite pa u takuar, për të krijuar surpriza interesante, sidomos në këto muaj ku mungesat ndihen më së shumti për hir të vërtetës. Ne do të bëjmë një shkputje muzikore dhe do të rikthehemi sërish në studio.